mëkatet janë shkaku i katastrofave. Mëkatet janë shkaku i fatkeqësive. Mëkatet janë shkaku i musibeteve. لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي. Andaj nëse ndalemi dhe analizojmë realitetin e atyve ishujve dhe atyre bregdeteve atje, ju e dini shumë mirë se ato janë prej bregdeteve më të vizituara nga turistët e ndryshëm. Andaj atje konsumohet alkooli, atje bëhet zinaja, atje do të bën lloj-lloj mëkatesh, madje edhe atje shiten edhe fëmijët, milion gabime dhe mëkate bën, andaj Allahu jo rastisht i ka dërguar këtë dënim atje. أنا مسلم والمجد يطفو كالندى. Po të na kishte dënuar Allahu për çdo gabim tonin, asnjë krijesë kish me gjallë në rrugën tokësor. Mirë po Allahu shumë fal, por edhe normalisht që dënon për të na e tërheq vërejtjen dhe për të na e tërheq vëmendjen që na t'i kthehemi Allahut. بدا ستراني يا أمة انتزعوا صباحك. Kur vjen dënimi, i ka flon të gjithë përveç atij që e fshon Allahu xhaleshani. Andaj prit sa s'është bën. Ri hazë sa nuk ka ardhur dënimi. Se kur vjen dënimi, sikur të thotë në populli, domethënë afër të thatit djegët edhe i njomi. Do të kjo fjalë e urtë popullore nuk është e rastishme. يا أمة تزري لواء حضارة. Të shkaku i dënimeve dhe kaplimit të këtij dënimi të mbar njerëzve është nga shkaku i lërjes pasdore të urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja. O vllai jam, o besimtari nderuar, thjesht është, a ka mundësi më ndërtu shtëpia pa i vënë tullat një për një? Rrin anësh edhe shikon. Tullat i ke, malterin e ke, cimenton e ke, zallin e ke, këti i ke, mirë po t'rin anësh edhe shikon, a ndërtohet shtëpia? S'mundet vetë me ndërtu shtëpia. Edhe shoqëria nuk ndërtohet nëse na gjithë rrim anësh edhe shikojmë se. تجري وفي العينين ألف تساؤل عز الجواب فلا. Ma edhe ka pas varfëri, mirë po ka pas dashuri, ka pas respekt. Tani kjo është ngrit, se kjo është dënim. Është dënim, mos më dash njëri të afërm me ti. Baba mos më dash djalin e tij apo djali mos më dash babën e tij. Të ndodhin kjo realitet. Pse ndodhin këto? Për shkak se janë përhap mëkatet, për shkak se shtëpia tona nuk lexohet Kur'ani, për shkak se shtëpia tona nuk falet namazi, për shkak se shtëpia tona nuk dëgjohet ezani, për shkak se shtëpia tona është fut me të madhe muzika, madje edhe alkooli, e namazi nuk bëhet hesab se kush e fal e kush nuk e fal. وجبين تصفع وجه كل جبان. أين الحقوق وقد أبيدت أمة. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahun e falenderojmë, paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Të nderuar dëgjues, e kemi nderin të ofrojmë këtë material të përpunuar në studion Dini është këshill, me shpresë se do t'ju ndihmojë në ngritjen personale në sferën e diturisë, besimit, ambicieve dhe moralit. Ligjëratën me titull Vërrejtje për mbar njerëzimin e ligjeron hoxha i nderuar Bekir Halimi. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar vëllezër besimtar, e falendrojmë Allahun e lartë madhërisëm për begatit dhe dhuntit e tij të panumërta që neve na i dhuron. Padyshim se prej begative më të mëdha me të cilat na ka stolisur Allahu xhaleshanu është begatia e imanit dhe islamit. Paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu xhaleshanu e dërgoi si vulë të pejgamberisë, i cili na e tregoi rrugën e lumturisë, i cili na udhëzoi në rrugën e mirëqenies, shpëtimit në jetën e kësaj bote dhe të ahiretit. Paqja dhe bekimi qofshin mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert dhe me gjithë besimtarët e vërtetë që ecën rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër, e falenderojmë Allahun xhaleshanu për këto çaste dhe momente që të tubohemi dhe takohemi në një shtëpi prej shtëpive të Allahu xhaleshanu. Sot njerëzit takohen, mblidhen, rinë ndeja në mexhlise, mirë po jo të gjitha ndejat dhe mexhliset janë fitimprurëse për besimtarin. I sjellin dobi dhe të mira në jetën e kësaj bote të ahiretit. Shumë mexhlise, shumë ndeja dhe tubime bën shkak për të përhap zënka, për të përhap mosmarrveshja, për të fituar mëkate dhe gabime dhe për të bërë pastaj element i pishmallokut keqardhjes në ditën kur do të shkojmë te Allahu xhaleshanu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Me çtema qaumun fi bejti min buyutillah." Çdo herë që do të mblidhen njerëzit në një shtëpi për shtëpia të Allahu xhaleshanu, do të lexojnë nga Kur'ani dhe do ta studiojnë atë. Atëra atë mexhlis dhe atë tubim e çka e ka plon mëshira Allahu xhaleshanu. E rrethekojnë me laçet dhe zbret mbi to qetësia dhe Allahu xhaleshanu krenohet me këtë tubim te krijesat që ka atë janë me laçet. Dhe thot këto të mira i sjell tubimi dhe mexhlisi dhe ndeja e cila bëhet për ta mësuar fen Allahu xhaleshanu. Andaj sot është ditë pushimi, është ditë e diell, shumica e njerëzve do thot nuk janë të angazhuar dhe të preokupuar me punën dhe detyra, andaj është një rast shumë i shëndosh dhe shumë i volitshëm që na të mblidhemi dhe të këshillojmë njëri tjetrin, të porosisim njëri tjetrin në gjëra që kemi nevojë. Ka nevojë për to shpirti jon, ka nevojë për to zemra jon, ka nevojë për to mendja jon, kemi nevojë në të gjithë. Nëse dëshirojmë që këtë shpirt ta fistikrojmë, këtë zemër ta gjallërojmë dhe këtë mendje ta mprehim, atë ka nevojë që na të porosisim njëri tjetrin në gjëra të dobishme. Zaten edhe kjo është kushti i shpëtimit për të cilin ka thënë Allahu në Kur'an në një sure shumë të vogël, mirë po domethënë shumë të madhe: "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Tashakon mbar njerëzimi janë humbje. Do gjithë njerëzit janë shkatrim, janë humbje, janë devijim, do të kanë probleme të lashe dhe vuqe, illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç atyre që kanë besuar në Allahun një dhe bëjnë punë të mira. Pastaj çka? Cilësia e tretë: wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dhe porosisin njëri tjetrin në të vërtetë, në hak, dhe porosisin njëri tjetrin në durim. Do të kenë katër vepra, katër cilësi që kush i ka me vete garanton shpëtimin nga humbja e madhe në të cilën gjendet njerëzimi. Të nderuar vëllezër, nasihati, këshilla, porosia, dersi, ligjërimi i sotit do të jetë me titull "Vërrejtje për mbar njerëzimin". Na të nderuar besimtar, jemi dhe thot dëshmitar të një katastrofe shumë të madhe që ndodhi muajin e kaluar në Oqeanin Indian. Edhe e katastrofë ishte me përmasa të mëdha. Andaj deri tash, sipas cifrave që tregohen nëpër media, 165.000 të vdekur, do thot nga shkaku i valve të mëdha me emrin tsunami, të cilat i kanë goditur, do thot, shumë shtete përreth Oqeanit Indian. Parashkrohet pyetja, kjo ndodhi kaq e madhe, kjo katastrofë kaq e madhe, kjo fatkeqësi kaq e madhe ka ndodhur rastësisht apo ka shkaqe, apo ka elemente që kanë qenë shkaktar për ta të ndodhi? Padyshim,
të ndodhi të mëdhaja, të ndodhi katastrofale, me dimenzione jo normale, duhet me qenë shkak, duhet me qenë stimulans, duhet me qenë ngacmues që na të ndalemi dhe të mendojmë, ta vendojmë gishtin në kokë dhe themi vallë, si ndodhi kjo? Ta shohet pyetja, vallë Allahu i bën zullum dikujt? Është e pamundshme që Allahu t'i bën zullum. Është e pamundshme pse? Se Allahu është gjykatës i drejtë. Mirë po, ka shkaqe. Dikush mundohet ta ndëlidh me shkaqet vetëm se materiale dhe fizike, duke anashkalue elementin shumë të rëndësishëm, elementin e besimit dhe veprave të mira apo të këqija. Andaj thënë këto janë katastrofa natyrale, edhe këtu ka ndodhur tërmeti, edhe pastaj tërmeti ka sjellë këto katastrofa, se datën edhe si shkak i tërmetit apo vulkanit, paraqiten këto valë të mëdha me 10 metra edhe me shumë tonelata të rënda, që pastaj kanë emrin dhe thotë tsunami. Mirë po, kjo është ajo që Allahu xhaleshanu ka treguar në Kur'an, kur ka thonë se Allahu xhaleshanu i dërgon dënimet e tij, i dërgon katastrofat natyrale illa takhwifa, për t'i friksuar njerëzit, për t'u rikthyer njerëzve vetdijen dhe njohjen e krijuesit të madhërisëm Allahu xhaleshanu, për ta ditur se na jemi në dorën e Zotit. Nuk duhet shumë që ai tër botën ta shkatron. 2 minuta tërmet kanë shkaktuar vdekjen 165.000. Po të kish vazhduar më shumë, do thot, po të kish vazhduar në disa vende për një herë, për shembull edhe në Oqeanin Atlantik, edhe në Atë Pacifik, edhe në detin verior për një herë, do ta gëlltitnin valët e mëdha të rruzën toksor, të gjitha tokët e thata do të mbuloshin me ujë e nuk do të mbetej i gjallë asnjë krijesë. Andaj, kjo është sinjal. Kjo është, do thot, një tregim, është një rast që na duhet të ndalemi dhe të mendojmë dhe të analizojmë këtë situatë. Padyshim, nëse dëshirojmë që ta kuptojmë mirë këtë situatë, edhe situatë e ngjashme që do të vinë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar shumë qartë dhe ka thënë se prej shenjave të kiametit është an takthura az-zalazil. Prej shenjave të kiametit është të shtohen tërmetet. Andaj, në këtë 100 vjetor që në fundit janë bërë 10 tërmeta, mbi 3-4 tërmeta të mëdha. Pra të voglat mos flasim. Edhe ky padyshim është njëri prej 5 tërmeteve më të mëdha që kanë ndodhur në historinë njerëzore, i cili ka marrë do thot paraprosisht 165.000, ndoshta ala numri i viktimave nuk përfundon për shkak të epidemiave që janë duke u përhapur tani në ato vende. Mirë po, na do të mundohemi që në këtë vërejtje të përgjithshme për umetin të mbështetur në ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanu thot se yadhakkaru man yakhsha. Do të përfiton nga kjo këshill dhe vërejtje ai që ka frikën Allahu xhaleshanu, ai që ka një grimse imanit në zemrën e tij, ai i cili do thot është i vëmendshëm, edhe ai i cili i kupton shëndosh gjërat, padyshim se ai ka më përfitu prej këtyre këshillave dhe porosi. Pika e parë ose qëndrimi i parë të cilën duhet ta kemi parasysh këto momente është se mëkatet janë shkaku i katastrofave. Mëkatet janë shkaku i fatkeqësive. Mëkatet janë shkaku i musibeteve. Andaj, në lidhje e gjërave në aspekt fizik dhe material dhe largimi i kësaj vërtete se njeriu me dorën e vet bëhet shkaktar i katastrofës së vet, atëherë kjo është një analizë e mangët dhe e cunguar të cilës duhet t'ia shtejmë edhe këtë fakt se me të vërtetë kur ndodhin mëkatet dhe të bëhen publike, atëherë sipas ligjit të Allahu xhaleshanu vijnë dënimet. Andaj ulemat kanë thonë se është shumë e qartë dhe e ditur se Allahu xhaleshanu për argumenteve të cilat ne i ka treguar neve në vetveten tonë dhe në horizont tregojnë domethënë se mëkatet janë shkaku kryesor i fatkeqësive dhe mëkateve. Andaj Allahu xhaleshanu tregon se si dënim për mëkatet, gabimet tona vijnë fatkeqësit. Andaj nëse ndalemi dhe analizojmë realitetin e atyve ishujve dhe atyre bregdeteve atje, ju e dini shumë mirë se ato janë prej bregdeteve më të vizituara nga turistët e ndryshëm. Andaj atje konsumohet alkooli, atje bëhet zinaja, atje do të bën lloj-lloj mëkatesh, madje edhe atje shiten edhe fëmijët, milion gabime dhe mëkate bën. Andaj Allahu jo rastisht i ka dërguar këtë dënim atje. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'an në surën Ash-Shura ajeti 30, thot wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Çdo fatkeqësi që ju godet juve, dijeni se është nga ajo që ju e keni fituar me duart e juaja. Wa ya'fu an kathir, edhe shumë gjëra Allahu i fal. Po të na kishte dënuar Allahu për çdo gabim tonin,
Asnjë krijesë kish me gjallë mbi rrugën toksor. Mirë po Allahu shumë fal, por edhe normalisht që dënon për të na e tërheq vërejtjen dhe për të na e tërheq vëmendjen që na të kthehemi Allahu xhaleshon. Po ashtu Allahu xhaleshon sul Anfal ajeti 53 shumë qartë thot dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama ala qaumin. Kjo ndodh për shkak se Allahu nuk ka ndryshon një begati që ka dhënë një popullit përderisa ata nuk e ndryshojnë vetveten. Domethënë, ke qenë i mirë, i devotshëm, besimtar, bëmirës, punë mirë, gojamër, i sjellshëm, i moralshëm, Allahu xhaleshanu çka ka dërguar do thot begatit. Në momenti kur ti e ndryshove vetveten, e mohove Zotin, e mohove krijuesin, nuk i njeh dhuntit, i përbuz të mirat, i pesh pas imoralitetit, pas alkoolit, pas drogës, për hapet e keqen në rrugën toksor, atër Allah e ndron këtë gjendje edhe i sjell fatkeqësitë mbi kokën tonë. Andaj edhe këto tregimet Kur'an këtë qëllim e kanë. Allahu xhaleshan jo rastisht na ka treguar tregimet e popullit të kaluar, tregimin e Themudit, e Adit, e popullit të Salihut, e popullit të Lutit, e popullit të ndryshëm, si ka treguar Allahu këtë tregimin Kur'an, për na treguar se nëse na ecim udhës së tyre të keqe, do të na vinë këto dënime. Dikujt Allah i ka qenë gur nga qielli, dikujt i ka qenë brit mzë të trishtueshëm, dikujt i ka qenë Allahu xhaleshanu zjam, dikujt i ka qenë vërshime, dikujt i ka qenë shi e kështu me radhë, me të gjitha këto dënimet me të cilat i ka dënuar Allahu popujt e kaluar. Kjo është pika e parë. Pika e dytë. Sipas argumenteve fetare, kur vjen dënimi, i ka plon të gjithë përveç atij që e fshon Allahu xhaleshanu. Andaj pritet sa të zhbon. Ri hazë sa nuk ka ardhur dënimi. Se kur vjen dënimi, sikur të thotë në populli, domethënë afër të thatit djegët edhe i njomi. Do të thotë kjo fjalë e urtë popullor nuk është e rastishme. Pse? Se me qenë me një vend ma shumë të thatë drujnë se të njom, edhe i njomi thatë edhe digjet. Ama me kënë e kundërta, me qenë kretë njoma një druj i thatë, fikët zjarmi, se si për neve edhin, ku shtëpi për shemull drujnë t'i ka të lagura, e do në t'a dhez mëngjes shporetin, koftorin, nëse i ka drujt e lagura, nuk i ndezet koftorin. Ama nëse janë tata, nëse ka mesin e tatave një të njom, edhe atë e djeg. Andaj kjo është fakt dhe realitet, se ku të vjet dënimi Allahu xhaleshanu i ka plon të gjithë. Andaj Imam Buhariu rahimullahu taala e ka shkruar një kapitull me titull kapitulli i cili thot idha anzala Allahu bi qaumin azaban, kur Allahu e çon dënimin mbi një popull, duke u mbështetur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë idha anzala Allahu bi qaumin azaban asaba al-azaba man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim. Kur Allahu xhaleshanu e çon një dënim mbi një popull, ky dënim i kaplon të gjithë ata. E pastaj ringjallen secili sipas niyetit vet. I miri sipas niyetit vet të mirë. E i keqi sipas niyetit mirë, po dënimi i kaplon të gjithë, edhe nuk ka përjashtime mes njerëzve, sidomos nëse njerëzit kanë qenë dembela dhe përtaca. Sidomos nëse njerëzit nuk kanë urdhnuar në të mirë, edhe nuk kanë ndaluar nga e keqja. Kur kanë po të keqes ka thonë, "Ej, o njerëz, kjo është e keqe, nuk bën kështu më bon." Por e kemi po të keqen dhe kemi hesht. Kemi qenë razi, kemi qenë dakord me atë keqen. Të ndoshta nuk mundesh me ndryshu të keqen. Ama spaku thuj ndal. Unë jam kundër. Unë ndoshta s'muj me ndryshu gjendjen, po spaku nuk pajtohem me këtë. Andaj e ka pyetur Aisha radhiyallahu anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "A nuhliku wa fina salihun?" A do shkatrohemi edhe pse në mesin ton ka burra të devotshëm? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Nam, idha kathura al-khabath", po, nëse shtohet e keqja. Nëse bëhet e keqja më shumë se e mira, atë dënimi Allahut i ka plot edhe të mirët edhe të këqit. Gjithashtu tregon nga Aisha radhiyallahu anha, e cila ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Inna Allaha idha anzala satwatahu bi ahli naqmatihi", kur Allahu elshon hidhrimin dhe mllëfin e tij mbi ata që e meritojnë, wa fihim as-salihun, edhe ka të devotshëm, qubidu ma'hum thumma bu'ithu ala niyatihim wa a'malihim, edhe ata i ka plot dënimi e pastaj ringjallen sipas niyetit edhe veprave të mira. Gjithashtu do thot ka thonë, "Wa idha dhahara su'a fil ardi", kur të përhapet e keqja në rrugën toksor, çka ndodh? Anzala Allahu ba'sahu fihim, atëra Allahu elshon hidhrimin dhe mllëfin e tij mbi ta. Do thot kjo është pika e dytë, ta dim se dënimi Allahut të gjithë kam i kaplu. Edhe të mirin, edhe të keqin, sidomos ai miri i cili është pasiv, i cili e këshir vetëm gajrin e vet, e nuk mundohet me qenë shembull i mirë dhe për tjetër, edhe spaku familjeve të rregullon, djalin e tij të edukon,
vllazin e tij ta këshillon, gruan e tij ta udhëzon, do thotë mundohet që të jep kontribut pozitiv për ta përmirësuar gjendjen e një shoqërie. Pika e tretë është në lidhje me atë që tham se shkaku i dënimeve dhe kaplimit të këtij dënimi të mbar njerëzve është nga shkaku i lërjes pasdore të urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Të nderuar vëllezër besimtar, kjo çështje, kjo gjë, ky urdhër të urdhënojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja është pjesë përbërëse e fesë. Me këtë dallohet ummeti islam. Andaj Allah në Kur'an ka thonë: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Jeni populli më i mirë që keni dalë në rrugën toksor me çka? Me çka dalloheni për tjerëve? Për çka jeni më të mirët? Për shkak se urdhëroni të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Andaj ky institucion, kjo gjë, kjo cilësi neve na dallon prej popujve të tjerë. Pse? Se na e japim kontributin ton në përmirësimin e njerëzve. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna an-nasa idha umila fihim al-ma'asi falam yughayyiru awshaka Allahu an ya'immahum bi'iqabin." Nëse në mes e njerëzve ka kush bën mëkate dhe nuk ka kush i ndalon ata prej mëkateve, kanë frikë se shpejti dënimi i Allahut ka me i kaplu të gjithë ata. Transmetohet nga Hudhaifa radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Walladhi nafsi biyadi", pasha atë që shpirtin tim e ka në dorë, do të thonë pasha Allahun xhela shanu, "la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari", ose keni me urdhënuar të mirë dhe do të ndaloni nga e keqja, ose "la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban", ose se shpejti do ta çon Allahu dënimin e vet mbi ju, thumma tad'unahu fala yastajiba lakum, e pastaj ju do të luteni, ama atëherë duaja ka kabul nuk bëhet. Shikoni, si janë të lidhura në gjanat. Do thot, o vllai jam, o besimtar i nderuar, thjesht është, a ka mundësi më ndërtu shtëpia pa i vënë tullat një për një? Rin anësh edhe shikon, tullat i ke, malterin e ke, cimenton e ke, zallin e ke, këtë i ke, mirë po të rin anësh edhe shikon, a ndërtohet shtëpia? S'mundet vetë më ndërtu shtëpia. Edhe shoqëria nuk ndërtohet nëse na gjithë rrim anësh edhe shikojmë seher. Shikojmë do të thotë se çka ndodh. Nuk mundet mu përmirësu shoqëria, mundet të shoqëria. Duhet na me qenë pjesëmarrës aktiv në përmirësimin e shoqërisë dhe ndërtimin e saj, ashtu sikur që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pika e katërt për mos më zgjat muhabetin se ka disa pika, është ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet vërejtja nga Allahu xhaleshanu se mëkatet i kanë pasojat shumë të këqija dhe në vëdhise, duke në sjell shembujt e popujve të mëparshëm. Andaj Allahu xhaleshanu për shembull flet për kamatën që fatkeqësisht është bën një mëkat shumë i përhapur në mes të njerëzve. Andaj kur ti thuaj dikujt se kamata është haram, po thot o hoxh, po si të bëjmë nëse tregti pa kamat? Si ka mundësi të punoj pa kamat? Se na e kanë imponuar deshtëm apo nuk deshtëm. Andaj edhe nuk ka bereqet. Andaj edhe ekonomia domethënë botnore nuk e ka zhvillimin e vet që ka pas më herë, për shkak se e kanë fut kamatën çdo kon, a kamata e eliminon bereqetin. Për shembull, Allahu xhaleshanu ka thonë: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah", o ju besimtar, keni frikën Allahu xhaleshanu, "wa dharu ma baqiya min ar-riba", edhe lënë pas dore atë kamat që ka mbetur, "in kuntum mu'minin", nëse jeni besimtar. Përndryshe, nëse ju mirëni akoma me kamat, fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, atë dijeni se Allahu dhe pejgamberi ju kanë shpall ju e luftë. E ai që lufton me Allahun, a e fiton luftën apo e humb? E humb sigurisht. Pa dyshim se ka me humb luftën e tij. Se bën luftë me krijuesin e gjithësisë e qiellit dhe tokës, bën luftë me atë që e gjithë fuqia dhe pushteti është në dorën e tij. Malik al-mulk, pronari i mbretërisë dhe pushtetit, yu'ti al-mulka man yasha, ja mbretërin ku don Allahu xhaleshanu wa tanzi'u mimman tasha, dhe amer atij që don Allahu me amar subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se mëkatet do thot kanë ndodhur në kaluar me sjell dënimet dhe ka thonë fi hadhil umma khasfun wa maskhun wa qadhfun, me këtë umet do ketë çka lëshim të tokës, ka më lëshu toka njerëzit, edhe çka wa maskhun dhe ka më deformue fytyrat e njerëzve, wa qadhfun dhe gurzim nga qielli. Ka fekale rajul min al-muslimin, ata një njeri prej muslimanëve tha: "Ya Rasulullah, kur ka më ndodh kjo?" Fa idha dhaharat al-qainat wal ma'azif wa shuribat al-khumur, atëherë kur do të shfaqen valltarët, do të shfaqet muzika
dhe do shfaqet alkooli. Edhe këto shkojnë bashkë zakonisht. E keni pa natët e festimeve dhe gazmendeve, i ki valltarët, e ki muzikën dhe ki alkoolin, shkojnë bashkë ato. Edhe kur shfaqen këto mëkate, atëherë vjen koha e na gëlltit toka, na bin gur nga qielli, edhe na i deformon tyrat dhe pamjet tona. Tregon Imam Ahmedi rahimahullahu taala se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se në popullin e mëparshëm Allahu xhaleshanuhu ka shkaktuar që të gëlltit toka, i ka quar toka. Pse? Sepse në ata ishin përhapur për valltarët edhe do thotë immoralitetet, alkooli, muzika e kështu me radhë. Domethënë, këto shembuj që kanë ndodhur kaluarën janë kërcënim se ndodhen edhe të ardhmen nëse na bëjmë që kanë bërë ata. E pesa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka tregë vërejtjen se dënime që mbijnë mbi këta mëkatar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka tregë vërejtjen se dënime që mbijnë mbi këta mëkatar. Do thotë bin edhe nëse ata i kryjnë disa obligime të Islamit. Nëse përhapen mëkatet, edhe ai e bën një obligim të fesë, mirë po edhe bën mëkate, dënimi ka plon edhe atë. Sikur se ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kjo gëlltitje e tokës edhe gurzimi ka mendohet edhe pse ata thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nëse vepra tjera nuk kanë përputhje me këtë fjalë. Se i ju dini shumë bukur dhe shumë mirë se Islami, do thotë është 5 shtyllat e Islamit, e janë 6 shtyllat e imanit, e është ihsani, do të ka kategori të ndryshme, andaj nuk është një element Islam. Këtë kjo është një tërësi e plot, andaj besimtarët e kanë obligim që të futen në Islam tërësisht, sikur se ka thënë Allahu, ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, o ju besimtarë hyni tërësisht në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pika e 6, dënimet janë lloje të ndryshme. Këto që kanë ndodhur janë dënime, pra tërmetet janë dënime, vullkanet janë dënime, fortunat janë dënime, varët janë dënime, po jo vetëm këto. Vdekja e zemrës dhe eliminimi i imanit nga zemra tona është dënim. Me të ardhur armiku mbi kokë është dënim. Do thotë, këtë këto janë forma të ndryshme të dënimeve. Andaj, besimtari nuk duhet të mendon se vetëm këto janë dënime të tjera, po dënimet janë prishje raporteve familjare, humbje dashurisë mes njerëzve, mos respektimi i pleqve dhe mos nderimi i të rive. Këto janë dënime. Andaj, ata që janë madhvjetër e din, më herët ka pas varfëri, mirë po ka pas dashuri, ka pas respekt. Tani kjo është ngrit, se kjo është dënim. Është dënim. Mos me dash njëri të afërm në ti. Baba mos me dash djalin e tij apo djali mos me dash babën e tij. Këto ndodhin, kjo realitet. Pse ndodhin këto? Për shkak se janë përhap mëkatet, për shkak se shtëpia tona nuk lexohet Kur'ani, për shkak se shtëpia tona nuk falet namazi, për shkak se shtëpia tona nuk dëgjohet ezani, për shkak se shtëpia tona është fut me të madhe, do thotë muzika, madje edhe alkooli, e namazi nuk bëhet hesap se kush e fal e kush nuk e fal. Andaj kur këto çija janë futur në shtëpia tona, ku ka mbet hapësirë me pas rahmet pe Allahut, me pas dashuri, me pas respekt, me qenë solidar njëri ndaj tjetrit, me u kujdes për një, jemi botë të egër, jemi botë të vrazhd, jemi bën sikur se ka thonë ai filozofi, jemi bë ujk për njëri tjetrin. Mundohemi ta kafshojmë dhe ta grabisim me sa kemi mundësi edhe fort. Thamna se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka thonë se la takumu sa hatta takthuru zalazil, nuk bëhet kiameti derisa nuk shtohen tërmetet. Andaj këto që janë ndodhur, ndesh tërmetet, ndesh fortunat, ndesh vërshimet, ndesh vullkanet, këto janë vërejtje edhe janë një signal për Allahu subhanahu wa taala që na t'i kthehemi vetvetes, e të pendohemi, e të zbatojmë urdhat e Allahu xhaleshanu, dhe të ecim rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 7. Allahu subhanahu wa taala disa katastrofa i bjerë dhe i sjell për të na shtu frikën nga Zoti xhaleshanu se na habitemi. Mendojmë se njeriu është i fuqishëm. Mendojmë se arma është e fuqishme. Mendojmë se ushtria e madhe është e fuqishme, a harrojmë se të gjithë këta janë në dorën e Allahu xhaleshanu. Andaj ky Zot nuk ka nevojë me pas miliona ushtar. Nuk ka nevojë me pas me qindra aeroplana ose mira, e qindra e mira tenka, e nuk ka nevojë me pas zhvillim teknologjik për me shkatru një popull. Mjafton për të çka? Bëhu edhe ajo bëhet. Moment, çast. Sikur se ka thonë Allahu subhanahu kun fayakun. Bëhu edhe ajo bëhet. Andaj kjo është për ta kuptuar se ti je i ngrat, je i vobekt, je nevojtar, je i dopt përballë madhnisë së Allahut dhe fuqisë së tij. Thot Allahu xhaleshanuhu wama nursilu bil ayati illa takhwifa, na këto katastrofa dhe këto dënime i çojmë për ta shtuar fiksimin e njerëzve
ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, ku ka ndodhur një herë tërmeti në Kufe, ku ishte gjallë Abdullah ibn Mes'ud radiallahu anhu, u tha njerëzve, aja e nas, o njerëz, inna rabbakum yasta'tibakum fa'tibuh. Allahu po ju qorton, andaj merrni mësim. Kjo është qortim i Zotit, më u kthell edhe me marr mësim. E njëjta ka ndodhur edhe në Egjipt një herë më herët kishte ndodhur tërmet, do para disa shekuj ku ka pasur musliman edhe ulema, ka thonë, o ju njerëz, dijeni se kjo është qortim pi Allahut, andaj merrni mësim, pendohuni dhe ktheuni te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që von rivat Imam Buhariu dhe Imam Muslimi se kur vdiq Ibrahimi djali i tij e ka ploj eklipsi, domethënë u mor dielli, edhe njerëzit u trishtuan. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna shamsa wal qamara, me vërtet dielli dhe hana ayatani min ayatillah, janë argumente për argumenteve të Allahu xhaleshanu, wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati, ata nuk miren për shkak të vdekjes apo ngjalljes së dikujt, walakin Allah azza wa jall yukhawwifu bihima ibada, por Allahu me to i frikson robërit e tij. Fa idha ra'aytum dhalika fafza'u ila dhikrihi wa du'ai wa istighfari, e kur ta shihni këtë se mirët dielli apo hana, ju nxitoni ti lutjen e Allahut, ti përkullën e tij dhe të bëni tauba dhe istighfar. Thumma qal, pas e tha, ja ummata Muhammedin, o ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma ahadun aghyaru min Allah, nuk ka krijes, nuk ka kush është më xhelos se Allahu. A ka xhelos më të madh se nuk ka, e kur shef Allahu se dikush bën zina ose dikush bën mëkate, andaj Allahu ne ka plot xhelozia edhe i sjell dënimet e tija. Thot pastaj ja ummata Muhammad, o ummeti Muhammedit, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira, o ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po ta dinit atë që e di unë, pak do të qesheshit, shumë do të qanit. Thot e kundërta apo ndodh. Thot gjithë qeshen, argëtohen, dëfrehen, lozin, harrojnë se ka vdekje dhe harrojnë se ka ditë kur do të dalin për Allahun subhanahu wa taala. Tet mosbesimtarët dhe të devijuarit, të gjitha këto ndodhi, kur ndodhin ata trishtohen dhe friksohen dhe hyjnë friga në palc. Kurse besimtarët këto ndodhi dhe fatkeqësi i presin të qetë. Pse? Janë besimtarë, besojnë caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar këta njerëz që fatkeqësit i presin me durim dhe të qetë, nuk trishtohen, nuk habiten, por mundohen me marrë mësim edhe mu pendu të Allahu xhaleshanu. Andaj këta janë të sigurtët edhe ta janë të udhëzuarit, thot Allahu në Kur'an, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ata që kanë besuar në Allahun dhe imani e tyre nuk e kanë përzier me zullum, do thot me idhujtari, me mëkate, me gabime, por e kanë të kulluar besimin e tyre. Atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. Dhe më besimtari nuk të rishtohet, është i sigurt, pse e din se me vete e ka Allahun xhaleshanu. E din se edhe nëse vdes, i ka kryer obligimet dhe Allahut edhe e pret një jetë e begatshme dhe e lumtur pas vdekjes. Ama ai që s'është bërë gati, ai që ka mohuar Allahun dhe ditën e takimit me të, ai që ka bërë mëkate, ai që ka bërë zullum, kur t'i vijnë këtë fatkeqësi dhe katastrofë, ai çmendet. Pse? Se e din se nuk është bërë gati për vendin ku do të shkon. Pika e 9, për shkaqeve më të mëdha të shpëtimit për këtyre situatave është ti përkulemi Allahu xhaleshanu. Ti nënshtrojmë madhnisë së Allahu xhaleshanu dhe të nxitojmë në namaz, në ibadet. Allahu xhaleshanu thot: "Fa akhadnahum al-ba'sa'u wad-dharra la'allahum yatadarrun." Ne vaqojmë të këqijat dhe të mirat njerëzve, ndoshta ata i përkulen Allahu xhaleshanu, fa laula idh ja'ahum ba'suna tadarru. Andaj kur të vinë të këqijat për Zotit, ju përkuleni, nënshtrohuni dhe lutni madhnisë së Allahut subhanahu wa taala. Thot Hudhaifa radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ya'ti alaykum zamanun la yanju fihi illa man da'a du'a al-gharik." Do të vjen një kohë që s'ka më shpëtu askush përveç se atij që bën dua, sikurse është duke u fundos, sikurse është duke u zhyt. Andaj dua e sinqert e cila bëron nga thellësia e zemrës së njeriu kur është në zor, atëherë i kujtohet Allahu. Mirë po besimtari duhet me njoft Allahun edhe të mira, që ta njeh Allahun këqija. Nëse të jaron Allahun kur ke të mira, atëherë Allahu nuk i pranon lutjet tona kur je në të këqija. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka stimuluar njerëzit të lutën Allahut shumë dhe mos lodhen duke bërë dua. Pse?
se te Allahu ka shumë ma shumë sa që të kërkojmë njerëzit. La ta'jizu fi du'a fa innahu lan yuhlika ma'a du'a ahad. Mos u lodhni nga të bëri dua, se nuk dështon, nuk shkatrohet, nuk humb askush që bën dua. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yarudda al-qadara illa dua, vetëm duaja mund me ndru kaderin. Andaj ti të bësh dua, Allahu të mëshiron, edhe të sjell punë të mira, po s'bën dua, atëherë ajo që ka të shkruar Allahu për ty, ajo ka më ndodhur. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sarrahu an yustajaba lahu inda al-karib, kush dëshiron që Allahu t'i përgjigjet në vështirësi, falyukthir ad-du'a fi ar-raha, le të lutet sa më shumë kur është mira. Andaj don Allah me të përgjigj kur janë në vështirësi, lutë Allahun kur janë të mira, inshallah duaja të bëhet kabul. Thot Allahu, amman yujibu al-mutarra idha da'a, aka kush i përgjigjet njeriu kur është zor, përveç Allahu xhaleshanu i cili i lutet atij, wa yakshifu su, dhe largon të keqen. Dhe thot Allahu duke sjellur shembullin, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu din, edhe ata kur hipin anije dhe shohin se anijen e marrin val dhe do ta gëlltisin val, do të përmbysen, do të humbin, da'u Allah mukhlisin lahu din, atëra o Zot i lutem me sinqeritet na shpëto, na ndihmo. Fa idha falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun, e kur Allah i shpëton dhe i çet Begdet, atëra ata Allahut ortak i bëjnë. 10 për shkaqeve të shpëtimit është toba edhe istighfarit, të lëm mëkatet, të pendohemi seriozisht nga mëkatet tona, të vendosim që mos u kthehemi gabimeve dhe mëkateve, të kërkojmë falje nga madhnia e Allahut për gabimet tona. Pse? Sepse njerëzit nëse të kërkojnë falje, Allahu nuk i dënon. Thot Allahu, ma kana Allahu li'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastakbirun. Allahu nuk i dënon një popull derisa ti je në mes të tyre, dhe nuk i dënon ata përderisa ata kërkojnë falje. Andaj kërkimi i faljes është element që shpëton nga dënimet e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu xhaleshanu thot, duke treguar për rastin e Nuhit alayhis salam, i cili i drejtohet popullit të vet duke u thonë, ja qaum, o popullim, istaghfiru rabbakum, kërkoni falje nga Zoti juaj, innahu kana ghaffara, se ai është falësi, yursilis samaa alaykum midrara, wa çon qiellin me shi të bereqetshëm, wa yumditkum bi amwalin wa banin, wa shton fëmijët edhe wa shton pasurinë, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dhe ju jep kopshte dhe ju jep lumej. Domethënë istighfari ta shton evladin, ta shton pasurinë, të jep të mirat, të jep bereqetet. Thot duke treguar për Salihun alayhis salam, i cili i thot popullit vet, laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun, pse nuk kërkoni falje për mëkatet e juaja, se ndoshta Allahu ju mëshiron. Dhe thot për Shuaibin alayhis salam, i cili ka thënë popullit vet, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud, kërkoni falje te Allahu për mëkatet tuaja dhe pendohuni te ai, se me të vërtetë Allahu jem është i mëshirshëm edhe është i dashur. Domethënë Allahu dëshiron edhe gëzohet kur njeriu pendohet edhe kërkon falje për mëkatet e veta. Për sahabët janë numëronin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa herë ai gjatë ditës kërkonte falje te Allahu xhaleshanu. 70 herë apo 100 herë ai gjatë ditës thotë astaghfirullah, o Zot falem, o Zot mëshirom, o Zot pranoj pendimin prej meje. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi tawbatil abdi, Allahu më shumë gëzohet me pendimin e robit sa njeriu i cili është shkëtir dhe bjet pushon me një hije dhe ka devën me veti, atje ka ushimin dhe ujin e tij, shkëtir. Edhe kur e zë gjumi, flen, e pastaj ngritet e shef se deva i ka humb. I ka ik, atje ka ushimin edhe pijen. Do thot ky njeri e ka sigurt vdekjen. Edhe nga të shprimi apet e zë gjumi dhe kotja dhe pushon, pas një momenti të zgjohet edhe e shef devën të kryet e vet. A gëzohet ky njeri? Shumë gëzohet, se ishte para vdekjes e sigurt, e shpëtoi sigurisht. Aq sa gëzohet ky, aq më tepër gëzohet Allahu xhaleshanu kur dikush për neve pendohet edhe i kthehet madhnisë Allahu xhaleshanu. 11 për shkaqet e shpëtimit është urdhërimi të mirë dhe ndalimi nga e keqja, sikur ka thënë Allahu xhaleshanu në Kur'an, falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin, po të kishin mbetur njerëz që ndalojnë nga të këqijat, nga fesadi, atë do të shpëtojnim ata dhe ata që i pasojnë ata nga zullumtarët dhe kriminalet. Andaj përderisa ka njerëz që largojnë fesadin, e ndalojnë të keqen, shpëtojnë ata, po shpëtojnë edhe tjerë që ecin udhës së tyre. 12 flimi, kontributi, sakrifica me vetveten, me pasurinë, duke dhënë sadaka, duke bërë bamirësi, e largon belan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, sani'ul ma'rufi taqiu masari su. Ai që bën mirë mbrohet nga e keqja. Wa sadaqatu sirr, e sadakaja e fshat të ruan nga hidhnimi i Zotit xhaleshanu dhe kujdesi për farefisjen dhe familjen ta shton emrin.
Bamirësia mbron për këshijave. Pastaj çka? Sadakaja e fshaft të mbron nga i dënimi i Zotit. Dhe kujdesi për falefisin ta shton emrin. Pra këta bëhu i morrashëm dhe i sjellshëm të mbrohesh nga zullumet dhe këqijat dhe dënimet e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, muslimani është vëllai i musliman, la yuzlimu wa la yuslimuhu, nuk i bën padresi as nuk e dorëzon. 13. Besimi në argumentet e shariatit dhe frika nga dënimi i Allahut xhaleshanu është element i cili të mbron nga ato dënime edhe nga ato trishtime, sikur se ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ai kur vinin errrat e furishme të mëdha, ju ndrejke fytyra dhe qerrja. Pse? Të kem bëma ki kjo erë është dënim pe Allahut, o Zot, në sjell këtë erë me të mira, e mos në sjell me të këqija, domethënë bënte dua dhe kishte frikë se mos vallë këto erra janë dënime për Allahut xhaleshanu. 14. Nuk është qëllimi të shpëtojmë vetëm trupin në dunjë, por është qëllimi të shpëtojmë edhe trupin, por edhe zemrën edhe shpirtin në dunjë edhe në ahiret. Andaj këto fitnë dhe këto telashe dhe këto azira duhet besimtari me rujt imanin e vet. Mos me humb besimin në Allahun xhaleshanu, atëherë shpëton sigurisht, se nëse e shpëton trupin, po se shpëtove imanin, kot, shpëtove në dunjë, mirë po nuk e shpëtuar në ahiret. Andaj i lumtur është ai i cili e shpëton trupin dhe zemrën e tij, sikur se ka treguar Allahu në Kur'an, la yawma la tanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, sa ditë nuk bën dobi as pasuria e as fëmijët përveç atij që vetë Allahu me zemër të shëndosh dhe vepra të mira, domethënë imani i shëndosh dhe veprat e mira të shpëtojnë ditën kur të dalësh para Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu xhaleshanu tregon për mosbesimtarët se ata kujdesen vetëm për dunjë, e harrojnë ahiretin. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi al-hayatin, do të gjesh ata që janë shumë të kujdesshëm për jetën e kësaj bote. Mirë po, yawaddu ahadum an yu'ammira 1000 sana, ata kanë dëshirë 1000 vjet me jetue. Wama huwa bimuzahzihi min al-'adhab, mirë po, edhe 1000 vjet me jetu, ai shpëton nga dënimi i Allahut në xhehenem, se nëse nuk ka iman edhe nuk ka punë të mira. 15. Allahu xhaleshanuhu wa ka tërheqë vërejtë njerëzve me dënimin e Allahu xhaleshanuhu, edhe këtë punë e kanë kryer pejgamberët edhe buat e devotshëm. Andaj Allahu i ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. O Muhammed, ne të kemi dërguar me të vërtetën që ti përgëzosh njerëzit dhe t'u tërheqësh vëmendjen edhe vërejtjen. I përgëzon atë që ec udhës tonë dhe u tërheq vërejtjen atyre që e përgënjeshtrojnë fen dhe porosit dhe udhëzimet tuaja. Gjithashtu tregon për Nuhin alayhis salam duke thonë, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, ne kemi dërguar Nuhin si pejgamber të popullit vet, an anzir qaumaka min qabli an ya'tihim al-'adhab, që t'u tërheqësh vërejtjen para se të vjen azabi dhe dënimi. Andaj këto mësime për ne janë këshilla, janë tërheqje e vërejtjes për ne që na të kthehemi edhe të pendohemi te Allahu para se të na vijnë dënimet e Allahu xhaleshanuhu. Pra këto janë disa elemente që dëshiruam na t'i përmendim për mos me zgjat më tepër dhe mos të bëhemi monoton. Po elusim Allahun xhaleshanuhu që neve na bën të afërt me librin e tij të shenjtë, me Kur'anin, e të marrim mësime dhe porosi nga ky libër gjigant madhështor, i cili e ka udhëzuar mbar njerëzimin dhe ka mundësi të na udhëzon edhe neve. Elusim Allahun na mbron nga sprovat e ndryshme që dimë që nuk i dim. Elusim Allahun që na bën njerëz të vetëdijshëm, që e shohim rrugën e shëndosh dhe atë pasojmë dhe e shohim rrugën negative dhe nga ajo largohemi. Elusim Allahun që këto tubime të shpeshton dhe neve të gjithëve të na udhëzon. Allah ju shpërblet për durimin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir dawan alhamdulillahi rabbil alamin.